Muaji dhjetor është muaji i festave të fundvitit, ku gjeli i detit është ushqimi kryesor i tavolinës. Qytetarët kanë filluar të blejnë ose porosisin gjelin edhe pulën e detit sipas buxhetit që kanë. Këtë vit fermerët e Thanasaj ankohen se gjeli i detit vendas konkuron me gjelin e detit nga Greqia, pasi gjeli i detit grek shitet 7.000 lek, kurse gjeli i detit vendas shitet me 8 deri 10.000 lek dhe pula e detit pak më shumë. Ndërkohë janë të shumta shpenzimet për t'i rritur dhe kujdesi që rrisit e tyre tregojnë për të shmangur vjedhjet e mundshme duke u açuar punën e një viti me të cilën mbajnë familjen në dëm. Edhe pse shija nuk është e njëjtë, banorët blejnë gjelat që vijnë nga Greqia se janë me çmime të ulët. Shumë e vështirë është, po ka hyrë ajo greku ti me, edhe s'na nuk shesim dot më, thonë me 6.000 lekë kilën. Sa to i mojnë direkt makina atje, ne që kemi rrit një vit s'ku diri fare. Ç'të bëjmë neve? Kë kemi? Pensioni ishi ullët, i keni 20.000 lekë, ma këta kishe shpresë për gjithë vitin. Që të hamë, ku du shetë? Nësa po e shetë aktualisht? Me 7.000 lekë, më thonë. Si greku, si ne edhe pa me 7.000 lekë i lojtë. Sa shumë të drejtë jo kështu. Nuk u di që masë që ka merë qeverie për neve, pensionistët e herë, shumë keqë. Me ila që jemi, me çdo gjë që jemi, shpenzimet ka sa dush, nuk më lo shpenzimet e mija. Që kam blejo misrin, jo grurin, jo. Në gjithë, kjo nuk ka kosta. Sa du të shesë është ti këtë më lë shpenzimet? Unë ti më lë jalat marë parat e mije që ka shpenzu. Kjesh direktor asi nuk shqitë, më thoshe me 6.000 lekë kilën, talë që në shoferët me neve. S'kan faj, se me mojë malirët janë ke makinët, ke greku. Dallon, ke kanë të hesë, ata i kanë kom të trasha, i kanë pa nishan, ne kemi nishan. Ja, nishani. Shkoj, një e opre, një e ka këto. Mi fjallë, mi kraje janë gjithë këta, kom të ta. Dallon shumë, greku dhe neve, që se janë kërkat. Edhe puplet, shkoj si i ka puplet. Të verëga. Ja. Na murëm qapë grekut, na murëm qapë. Sa do ishit shpimi që një të kashisit, që ti si të knaqën? Unë, ne imi knaqën pakën këtë gjeli 10.000 lekë, këtë pullet, bëjë që më tepë se s'ka shumë pesh pullet. Pulla aqë përshan, ka të Në qofë se bije kërkesa, me sa da shisni përse? E fund fare, këta nuk i majë mënë, dos dhe japësh. Dhe japësh nga keqe se du më prapë të hanë, a i se kanë hongë du më prapë përse. Ma mirë të japësh pak më një përse, pakën të heqësh të punë. E unë kam po mend mos me majtë fare mo. Se s'kele vëdi mo me këta. Ishë fare. S'kele vëdi. Tu se e me frike, ka fillu në vjere. Gjithë natën dhe dritën, më këtë dera kësollës, e qeni aty, unë vetë gjithë natën me elektridora me thënë të pushet, në gjithë s'po bënë pikë gjumi. Gjithashtu edhe blerjet kanë rënë këtë vit krahasuar me vitin e mëparshëm. Një vit shumë i keq, thon rritësit e gjelave të detit.